Por në këtë kuvend ka ende një pyetje që kërkon përgjigje. Si vallë do t'ja shpjegoj shqiptarëve këtë bashkim votash me Edi Ramën, Sali Berisha? Me që projekt për paqen e për rendin e ri global do justifikohet jo dakordësia e radhës? Edhe këtu përgjigja është e thjeshtë. Halli i përbashkët i Edi Ramës dhe i Sali Berishës është sistemi i ri i drejtësisë që nga mbrapa ka mbështetjen e fortë të amerikanëve. Ky halli i madh ju bashkon me një kordon të trashë umbilikal që ju ushqen e ju mban ende gjallë në politikë. Pra i sa bokoni foltore, ndizni flakat danët, shtyheni e shaheni me gardisët ju s'ju kanë asnjë faj, pra i sa shtireni pra, halli i përbashkët ju ka ulur në ujdi për ndryshimet kushtetuese që do ta kufizonin rrezen e sistemit drejtësisë ndaj paprekshmërisë së figurës suaj. Dhe se këto ndryshime s'keni guximin t'i ndërmerrni pa lejen e amerikanëve dhe shpresoni o të ngratë se servilizmi do t'jetë streha juaj.